Praktika e pingpongut institucional në Republikën e Kosovës është kogja e shprehur. Edhe kur e them këtë, në veçanti më thonë me kompetencë në raport me gjykatën dhe prokurorinë. Zot Rili Pushtica, na jemi duke trajtuar një raportim që na ka dhënë kallzo.com, i cili flet për mbylljen e një hetimi në prokurorinë e Gjilanit. Faji për mbylljen e këtij hetimi tentohet me udhëheq për një institucioni në tjetrën, apo na tregon çka thot ligji kush udhëheq me hetimin në Republikën e Kosovës. Praktika e pingpongut institucional në Republikën e Kosovës është kogja e shprehur. Edhe kur e them këtë, në veçanti më thonë me kompetencë në raport me gjykatën dhe prokurorinë. Edhe kjo manifestohet në disa drejtime, po drejtimi kryesor është fakti që gjykata gjithmonë në rastet kur nxjerr gjykime shfaqësuese apo liruese, fajin e hedh te cilësia e këtyre akuzave të cilat i ka prezantuar para gjykatës prokuroria. Në anën tjetër, prokuroria gjithmonë në veçanti në rastet e korrupsionit, sepse edhe këtu kemi një disparitet, një pabarabartësi, kur kemi të bëjmë me gjykatën, e fajson gjykatën për arsye se pretendon që standardi i gjykatës varion, ndryshon varësisht prej natyrës lëndëve të cilat prokuroria e ngrit. Me thjeshtu këta dhe më shumë. Gjykata e fajson prokurorinë që nuk po janë akte akuzat cilësore, ndërsa prokuroria e fajson gjykatën që standardi i provuarit po ndryshon prej rasti në rast. Kur e kthejmë këtë në kontekst të çështjes tonë, ku e kemi një lloj përplasje, një lloj diskutimi, kisha me quajt institucional dhe të kompetencave në mes të prokurorisë dhe institucionit vartës, në këtë rast policisë Kosovës, cilat e akuzojnë, po them kushtimisht njëra tjetrën si fajtore për dështimin e një hetimi, atëherë konsideroj që çështja merr për masa shumë më tragjike dhe në instancën të fundit edhe e shqetëson shumë më shumë qytetarin. Pse e them këtë? Duhet pasur parasysh që në bazë të kodit të procedurës penale, dokumentit bazik që e konturon hetimin e një çështje penale, por edhe në bazë të ligjit për prokurorin e shtetit. Kompetencat e prokurorit në raport me policinë dhe anasjelltas të policisë si detyrime në raport me prokurorin janë të detajuara dhe të specifikuara dhe nuk lanë vend për dy kuptimsi. Kjo nënkupton që prokurori pa diskutueshëm është zoti i hetimit në një rast penal dhe të gjitha veprimet cilat i ndërmerr policia janë nën autorizimin e prokurorit. Mirë po, çka do të me pas parasysh në këto raste është që policia po ashtu ka rol proaktiv dhe nuk mundet edhe policia mu shfaqsu në tërësi duke hedh fajin komplet te prokurori. Situata ndryshon nëse policia ndërmerr veprime cilat janë në shërbim të hetimit dhe prokurori nuk i autorizon ato. Pra kemi propozime, kemi kreativitet nga policia për me zbarë një rast dhe prokurori nuk i autorizon, atëherë përgjithësinë duhet kërkuar tek prokurori. Por në rastet tjera, edhe policia i ka detyrimin e vet me ndërmarrë veprime konform praktikave tyne hetimore, qysh me zbarë një rast. Mirë po, në esencë dhe si parim, prokurori është zoti i hetimit, po e përsëris dhe në këtë drejtim, përgjegjësia për dështimin e një rasti, hetimit të atij rasti, komplet bie mbi prokurorin i cili është duke hetuar. Dhe kjo është për disa arsye të cilat në kodin e procedurës penale dhe në ligjin për prokurorin e shtetit janë të përcaktuara në mënyrë të detajuar, i jepin përgjegjësi dhe autorizime prokurorit që policin kushtimisht dhe në mënyrë figurative po e them ta përdori si vegël, krejt kjo në shërbim të zbardhjes së hetimit të plot të një rasti. Prokurori gjithmonë duhet të jetë autoriteti i cili e dizajnon hetimin e një rasti, e përgatit strategjinë hetimore të rastit dhe policia në anën tjetër nën autorizimet e prokurorit i realizon, ekzekuton këto veprime cilat prokurori i ka përcaktuar në strategjinë e tij hetimore për një rast konkret. Nëse dështon hetimi i rastit, qoftë në fazën hetimore, nuk arrim të sigurojmë prova që mbështesin dyshimin e bazuar mirë, për me procedu tutje me akt akuzues, apo edhe nëse procedojmë me akt akuzues dhe çështja dështon në gjykat, atëherë gjithsesi përgjegjësia për dështimin e këtij rasti i atribuohet prokurorit. Përveç policisë, po edhe institucione tjera, siç është dogana, ATK-ja, inspektorati policor, a kanë të drejtë me u anku diku në vendimet e prokurorit? Nëse po flasim për vendime, për mbyllje të një rasti apo për pushim të një hetimi,
pala e dëmtuar, kush do qoftë, cili do institucion qoftë, përmes avokaturës shtetërore mund me parashtru ankesë në prokurorinë e apelit. Dhe ky është një instrument i kontrollit jashtëzakonisht i rëndësishëm, që është të risitë që e ka sjell kodi aktual i procedurës penale. Sepse para aprovimit të këtij kodi, para hyrjes në fuqi, fillimit zbatimit të këtij kodit procedurës penale, nuk e kemi pas një lloj kontrolli mbi veprimet hetimore të prokurorit. Ka qenë diskrecion i plot i prokurorit që me vazhdu hetimin e një rasti apo nxjerrjen akt vendimit për pushimin e tij. Mirë po që nga hyrja në fuqi e kodit aktual të procedurës penale, palët e pakënaqura, viktimat, pala e dëmtuar, në rastin konkret, nëse kemi të bëjmë me institucione shtetërore, edhe përmes avokaturës shtetërore, mund me parashtru ankesë tek prokuroria e apelit. Dhe kjo është një zhvillim jashtëzakonisht i rëndësishëm që e vendos një kontroll të cilësisë mbi punën e prokurorit, e limiton, e kushtozon dhe e kufizon diskrecionin e prokurorit, dhe kur po e them këtë nuk po e them kontekst negativ, mirë po për kujdeset që në rast i caktuar ose kanë qenë veprimet e duhura për me vazhdu tutje me hetimin dhe nuk është mbyll padrejtësisht dhe nuk ju ka cenu dikujt çfarë do lloj sigurie, ose me të vërtet e vulos rastin që prokurori i shkallës parë në këtë rast ka vendosur me përmbyll një rast në mënyrë të drejtë. A ka afat kohor kur policia mundet mu anku, kur të njoftohet për mbylljen e rastit? Afati rrjedh prej momentit kur e merr dhe konform afatet përcaktuara për ushtrimin e ankesës në kod të procedurës penale. Mirë po, çka është këtu jashtëzakonisht me rëndësi, në situatën e rastit konkret cilën ju e keni në trajtim para vetës. Këtu konsideroj që ka një mungesë bashkëpunimi cilësor. Shihet që ka pas komunikime ndërmjet prokurorit dhe policisë, mirë po ashtu shihet që ka tendenca fajsimi ndaj edhe policia e ka njoftu autoritetin e kryeprokurorit apo më saktë ushtruesit detyrës kryeprokurorit shtetit, mirë po në anën tjetër edhe prokurori duke arsyetuar ose duke tentuar ta arsyetoj mungesën e provimit të rastit, tenton të vë barë fajin mbi policinë, çka konsideroj që në këtë rast kjo është e padrejtë për arsye se, siç e thash më herët, prokurori i shtetit është autoriteti i cili e dizajnon dhe e përcakton strategjinë e hetimit të një rasti konkret. Policia vetëm i ekzekuton ato të cilat i ka autorizuar apo urdhëruar prokurori. Në rastin konkret, nëse prokurori ka qenë tejet pasiv dhe vetëm në pritje të asaj çka po sjell policia apo dogana dhe nuk ka propozuar, nuk ka autorizuar ndërmarrjen e veprime konkrete, atëherë përgjegjësia mbetet tërësisht te prokurorit. Ju keni qenë edhe antar i grupit për hartimin e kodit ri. Po gjykata çka mundet me bën qëtë rast? A mundet veç me marrë si të kryme për shkak se prokurori po propozon mbylljen e rastit, a mundet edhe me autorizu hetime tjera, me kthy rastin? Konform dispozitave të kodit të procedurës penale, roli i gjykatës në fazën hetimore, përveç aprovimit të urdhërave dhe kërkesave të prokurorisë, në drejtim të vazhdimit apo mos vazhdimit të një hetimi penal, në situatën konkrete të cilën ne kemi para vetës ku kemi vendim për pushimin e hetimit si rezultat që nuk kemi provat mjaftueshme për me vazhdu tutje, roli i gjykatës është inekzistent dhe i parëndësishëm. Çka është e rëndësishme në këtë rast dhe çka mund të rikuperohet kushtimisht të evitohet ndonjë pasojë që mund të jetë shkaktuar nga mbyllja apo pushimi i hetimit, është ushtrimi i ankesës konform afateve që i ka përcaktuar Kodi i procedurës penale dhe shqyrtimi i ligjshmërisë së këtij akti nga prokuroria e apelit. Gjykata në këtë rast nuk e ka asnjë rol dhe asnjë mundësi me ndiku në vazhdimsinë apo jo të hetimit në rastin konkret.